Lidhe me Besmir Pullën, Besim. Përshëndetje Aida. Çfarë po ndodh? Atentati në Rinas një i shoqëruar. Çfarë dim? Po në fakt, Aida, të paktën burime nga Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës kanë konfirmuar për MCN se ditën e djeshme shoqëruar një person i cili po merret në pyetje në lidhje me atentatin e Rinasit. Të paktën burimet janë të rezervuara për të thënë Aida nëse ky person ka lidhje të drejtpërdrejtë me atentatin apo po merret si person që mund të ketë dijeni për ngjarjen dhe mund të hedhë dritë për të zbardhur qoftë sa i përket atentatorëve apo agresorëve të këtij atentati apo për të zbardhur edhe motivin e ngjarjes. Të paktën burime konfirmojnë se kemi të bëjmë me një të shoqëruar me inicialet BG, i cili aktualisht ndodhet në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë së Tiranës dhe po merret në pyetje nga grupi hetimor i cili po merret edhe me atentatin e Rinasit ku mbeti i vrar Gilmando Dani dhe fillimisht u plagos rënd Muçi Shaljani dhe pak ditë më pas humbi jetën fatkeqësisht edhe ky i fundit në spitalin e traumës ku po merrte edhe mikim. Në fakt Aida, për të ndalur te kjo ngjarje, kjo është një nga ngjarjet më të rënda, një atentat që deri tani të paktën ende nuk është zbardhur qoftë pjesa motivi, qoftë identifikimi i autorëve. Krahas këtij personi ne deri tani Aida kemi një person tjetër të arrestuar që kemi komunikuar edhe më herët, i cili ka qenë pra ju gjetën armë dhe dyshon të policia që nga ambientet e tij kishte dalë edhe makina tip Toyota e autorëve të dyshuar të ngjarjes së Rinasit, por megjithatë ende nuk është e konfirmuar saktësisht nëse ka një lidhje të drejtpërdrejtë me ngjarjen e Rinasit as ky person i arrestuar më herët. Sa i përket personave të marrë në pyetje gjatë kësaj periudhe, gjatë këtyre javëve, në fakt janë marrë shumë persona në pyetje Aida, por deri në këtë momente ende nuk është se ka identifikim të autorëve apo më pas edhe një zbardhje më të qartë të ngjarjes apo atentatit që ndodhi në orën 14:15 minuta të datës 11 nëntor 2025, ku siç kemi raportuar edhe më herët, 4 persona të cilët dyshoheshin se ndodheshin në mjetin Toyota Yaris, 3 prej tyre të paktën edhe në rolin e ekzekutorit kanë qelluar me breshëri plumbash ndaj automjetit tip Mercedes-Benz në të cilin udhëtonin Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani, ky i fundit edhe agent i sektorit të operacionales pranë agjencisë së mbikëqyrjes policore, të cilët sapo ishin kthyer nga Barcelona, kanë marrë automjetin të cilin e kishin të parkuar në parkimin e aeroportit të Rinasit dhe më pas do të largoheshin për në banesat e tyre, por le të themi kjo lëvizje ka zgjatur vetëm pak minuta pasi në dalje të aeroportit në një distancë shumë pak metra hyrjes kryesore në rrethotullimin më të populluar ndoshta të momentit për shkak të fluksit të udhëtarëve që kalojnë në aeroportin e Rinasit, u zuprit dhe u qelluan me breshëri plumbash nga të paktën 4 persona që dyshohet që kanë qenë në vendin e ngjarjes, një prej tyre në rolin e shoferit dhe 3 të tjerë ekzekutor, dhe menjëherë pas ngjarjes ata u arratisën duke përshkruar një itinerar prej të paktën 14 kilometrash, duke djegur automjetin e parë, siç kemi mësuar të shohim dhe në atentatet të tjera Aida, duke djegur automjetin e parë dhe më pas duke u larguar, që dyshohet pak nga policia, duke u larguar me një automjet të dytë dhe duke humbur kështu gjurmët. Edhe pse Aida në fakt ka kaluar një muaj nga ky atentat, pra nga 11 nëntori, nëse bëhet një muaj nga ky atentat, deri në këto momente ende nuk kemi një zbardhje të plotë. Tani, nëse ne e kemi të qartë këtë rolin që mund këtë patur një i shoqëruar në këtë ngjarje apo për shkak të hetimeve nuk jepen detaje, sepse kjo është një nga ngjarjet që mbati mjaft pikpyetje. Dhe mos jemi përballë kushteve kur jepet vetëm një indicio për të thënë që po ne po punojmë, dhe sigurisht nëse ke pyetur në radhët e policisë apo të prokurorisë me burime për të kuptuar pak sa e rëndësishme është thjesht statistik, njerëz që merren në pyetje, apo është një person që po mund të zbardhë ngjarjen? Aida, në fakt, duke qenë që janë marrë shumë persona në pyetje në lidhje me këtë ngjarje, janë marrë dëshmitë e shumë
personave. Sigurisht që në të paktën në këto momente policia nuk ka firmosur apo edhe në drejtimin e prokurorisë, prokurori çështën nuk është se ka firmosur një urdhër arresti për këtë person. Dhe për aq kohë sa nuk ka një urdhër arresti, do thotë që në këto momente thjesht mund të hedh dritë në lidhje me zbardhjen e ngjarjes ose mund të jap ndonjë indicje, por jo se mund të jetë pjesë e ngjarjes pra në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra personi aktualisht është në statusin e personit të shoqëruar dhe jo as të ndaluar dhe as të arrestuar. Sigurisht që identiteti i tij kemi përdorur në fakt me iniciale, kjo edhe për shkak se grupi hetimor është në veprime e sipër me këtë person, por megjithatë Aida do duhet presim për të pasur një panoramë më të qartë. Por deri në këtë moment ajo çfarë dim themi është se nuk është se ka një zbardhje në fakt të plot të kësaj ngjarje, ndoshta edhe për shkak të veprimeve që vetë le themi ekzekutorët dhe grupi që ka marrë pjesë në këtë atentat mund të kenë qenë kaq të përgatitur për të ikur, për të lëvizur dhe për të fshehur edhe gjurmës, apo nga ana tjetër ndoshta edhe strukturat e policisë nuk kanë vepruar me shpejtësinë e duhur apo me veprimet e duhura hetimore për të zbardhur ngjarjen. Tani, unë e preka pak me kolego Rusta, por sigurisht të ta rikthej se kjo nuk është një ngjarje normale ose një operacion krejt normal, rutin. Po flasim për 6 arrestuar në Fushkruj. Nuk e di për çfarë motivi dhe çfarë akuze ka. Thuhet që flasim për grup strukturuar kriminal. Kush janë personat besi dhe çfarë dim për këtë veprim të radhës të prokurisë posaçme? Po në fakt Aida, edhe nga informacioni që kemi marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ditën e djeshme më është bërë gjatë natës së djeshme është bërë me dije se janë ekzekutuar edhe masat e sigurisë prej të paktën 6 personave, të cilët janë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që dyshohet se janë në fushën e narkotikëve. Sa i përket masave të sigurisë të ekzekutuara ditën mbrëmjen e djeshme nga policia janë Marvin Bushati, Agim Nina, Kolçaja, Gazmir Raja, Përparim Raja, Recep Raja, ku bien në sy në fakt Aida edhe personazhet e grupit Raja apo atyre që në fakt janë përfshirë edhe në ngjarje të tjera të mëparshme që kemi transmetuar përmes ekranit të televizionit ton. Në faktin total Aida janë 14 masa sigurie, ashtu siç më bëjnë me dije e burime, 6 prej tyre janë ekzekutuar nga policia, 3 të tjera janë ekzekutuar në qeli, pra është komunikuar edhe masa arrestit në qeli për shkak se ka ndodheshin në qeli, ndërsa personat e tjerë, pjesa tjetër e mbetur, janë shpallur në kërkim dhe vijohet puna për kapjen e tyre. Nga ajo se çfarë mund të themi deri tani, sa i përket pjesës së akuzës, bëhet fjalë për akuzën e grupit të strukturuar kriminal, pra kryesisht në trafikimin e lëndëve narkotike. Bie në sy që janë antarë të fisit Raja dhe njëri nga ata, Recep Raja, rezulton të jetë edhe djali i ish-deputetit të Partisë Socialiste, zotit Raman Raja. Kujtojmë këtu Aida që në fakt ne kemi transmetuar edhe përmes ekranit të MCN më herët të gjithë problematikën që disa nga antarët e fisit Raja u përfshin në një sherr të dhunshëm në një gurore në zonën e Borizanës së Fushkrujës, ku të paktën edhe nga intervista që unë të paktën kam pasur me njërin nga to më herët, më konkretisht me Bilbil Majën, thjesht për faktin se ata pretendonin që fisi Raja me këtë gurore u kishte, le themi, dëmtuar shtëpit, u kishte plasaritur murët dhe kishin lënë, le themi, një takim sqarues në një nga lokalet e zonës, aty pranë fshatit Borizan, ku kishin vendosur edhe jetesën dhe banonin këta persona, dhe në momente antar të fisit Raja dolën, siç e kemi parë edhe në ato pamje të dhunshme me shkopa bejsbolli, duke goditur antarët, më konkretisht 2 kushërinj, Bilbil dhe Jashar Maja, dhe duke i lënë dëmtime të shumta vetëm për shkak të denoncimeve që ata kishin bërë në polici dhe pretendimeve të tyre që për shkak të shpërthimeve që bëshin në këtë gurore nga e zotruar nga antar të fisit Raja, u kishin shkaktuar dëmtime banesave të tyre që në fakt Aida ishin vetëm disa metra larg kësaj gurore, por ky denoncim dhe këto denoncime të vazhdueshme në polici, siç duket, nuk ishte pritur në atë kohë mirë nga fisi Raja dhe
le të themi, ata në takimin sqarues që kishin lënë në një nga lokalet, ju kundërvun dy kushërinjve Bilbil dhe Jashar Maje, duke i goditur me shkopa bejsbolli dhe duke ju shkaktuar fraktura të shumta në pjesë të ndryshme të trupit, siç kemi parë edhe në pamjet e dhunshme që janë shpërndar në kohën kur ndodhi ky sherr në Borizan. E them këtë Aida sepse kemi të bëjmë me persona që në fakt nuk janë të panjohur për uniformat blu të policisë për shkak edhe të këtij backgroundi apo këtij sherri që të paktën krahas njohjes për, le themi, uniformat blu të policisë, kanë pasur edhe këtë lloj njohje mediatike për shkak të këtij sherri të dhunshëm, të cilët u përfshin disa kohë më parë në zonën e Borizanës së Fushkrujes. Besi, unë të falenderoj për gjithë së ndave me ata që po në ndjekin për të ngjarje shumë delikate, e fundit pa diskutime spakut, por edhe ngjarje Rinasit, që sigurisht vjen si një informacion i shkurtër, por ende ne nuk e kemi qartë se në çfarë faze ose si po punohet për ta zbardhur këtë ngjarje. Të përshëndes Besi, dhe në pritjen e do të kesh zhvillime tjera pa diskutim të tjerë sërish në minutat që ne kemi në dispozicion.